Debuton me një gol spektakel, nuk ka ku shkon më mirë. Është kënaqësi që fituam rreth parë që nisëm mbar me këmbën e mbar sezonin e ri dhe është ndeshje mjaft e rëndësishme. Kupat e Evropës për vllaznin që ta kalojnë te tur. Pastaj goli është një kënaqësi personale, por edhe që ndihmova ekip. Usa si u ndjehet në ndeshjen e parë të Shkodrës sot? Të thënë drejtën, unë jam ndjerë mjaft mirë, unë kam luajtur shpesh herë si kundërshtar në Shkodër, është një stadium mjaft i vështirë, tempulli i futbollit shqiptar. Tani është kënaqësi që luaj për vllaznin dhe mundohem me paraqitjen e të bëj sadopak të lumë për tifozët shkodran. Çfarë ndjesi është të shënosh në panelën e vllaznisë? Patjetër është kënaqësi dy fish do thoya sepse vjen në debutim. Po Vllaznia është një fanellë e rëndë, një ekip mjaft i fortë i futbollit shqiptar dhe i Superligës, ka bërë histori, kështu që është kënaqësi shumë. Një ndeshje me oscilacione, u fiksuat pak kur zuhet golin herë. Patjetër, por ne e dim forcën tonë. Vllaznia e di forcën e saj, edhe pse ishim me kontingjent të cunguar për ata probleme që ju tashmë i dini. Po që e besonin dhe kishin forcë do kthenin dhe arritin ta kthenin rezultat. Ose do të jetë një ndeshje e vështirë në Kosovë, si e parashikoni? Çdo ndeshje është e vështirë dhe Malisheva ndodhet në këtë pozitë sepse ka bërë mirë në kampionatin e tyre, kështu që kjo histori sonte mbaroi, do të përgatisim ndeshjen nga nesër fillon përgatitja e ndeshjes së ardhshme. Dhe një ndeshje mjaft e luftuar, kemi avantazhin e një goli, shpresoj ta mbajmë dhe të kualifikohemi në raundin tjetër. Me ju fazë mbaritore bëhet gjithë fazën me Elbasanin, por fundvendos transferohet te Vllaznia, lëvizje pa pritur. Për këtë pjesë, për respektin që kam për tifozët e Elbasanit, për qytetin e lindjes, nuk dua të flas, sepse jam thënë shumë gjëra që s'janë as pak vërteta. Musta do thotë vetëm që ishte një lojtar më i rëndësishëm dhe 3 ditë para fundit të merkatos i është shkuar rinovimi, por që mbaroi kontrata, ishte lojtar i lirë dhe mund të zgjidhja të shkoja ku doja. Vendosa vjet e Vllaznia dhe shikoj vetëm përpara të Vllaznia, dhe sot kam shumë respekt sepse jam djali i qytetit Elbasan. Çfarë ju bindi për ta në Shkodër? Meqense se është edhe intervista e parë, ndoshta. Nuk është e vështirë për një futbollist shqiptar, besoj, ose edhe i huaj të bindet për ta në Shkodër. Shkodra është djepi i futbollit shqiptar, është i ekip që lufton gjithmonë për kampion, edhe normal binden ambicit që ka klubi. Në momentin e shqenimit golit ju pam, duke komunikuar me tribunën, patet një dedikim për kë? Jo, po kërkoja kamerën, me thënë drejtën, golin ja dedikoj vajzës time, sepse jam bërë me vajzë Aurorës, që ishte goli i parë ishte për të, për vajzën time. Me e gjatë. Faleminderit. Ardhur për titull kampion Shkodër Musta? Patjetër, 10 luftuan për titull kampion me Elbasanin, kemi pas një garë shumë fortë me Vllaznin, fatkeqësisht në fund u shpallë Gnatja kampion. Patjetër këtë vit do shkojmë luftojmë për titull kampion, Vllaznizi ka hije gjithmonë luftoj për kampion. Faleminderit.